qenë shumë momente në vitin 2025 që jam blerë kënaqur për veten, po njëra nga momentet që e kisha veçuar kishte qenë ceremonia e diplomimit. Më ka bërë përshtypje për shkak që në ato momente kam kaluar shumë kohë të mira me familjen tim. I kujtoj gjithmonë fytyrat e prindve të mi, sa krenare dhe sa me gëzim janë në ato momente. Drejtimin që kam gjetur në studiu është infermieria për shkak që është një profesion human dhe përveç kësaj na si staf shëndetësor do më kanë me përkushtim dhe përgjegjësi sepse përbën një punë për jetën e njerëzve, ku po ashtu na do të më kanë sa më shumë empatik dhe që kjo është diçka që më ka pëlqyer gjithmonë për drejtimin e infermierisë. Ka rëndësi për Kosovën për shkak se asnjë institucion shëndetësor nuk mund të funksionojë pa staf si infermierët. Unë jam marrë me punë vullnetare prej shumë kohësh, prej klasës 8. Gjatë punës vullnetare të krijon shoqëri shumë të forta, po ashtu edhe mëson shumë gjëra të reja. Gjërat që i kam mësuar kanë qenë që për një gjëre të vogël, një veprim i jote ka shumë rëndësi në komunitet, po ashtu edhe diçka që më ka bërë shumë përshtypje është që jo vetë gjithçka që e jep do të më ta kthy.